Tos Mitrovicën, fituesin. Shkojmë me njerë lidhjen e parë të drejt për drejt me Mërgim Lushtakun, deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, me cilën po shoh që e kam në linë të mirë për ta parë, po shpresoj edhe për ta dëgjuar. Lushtaku, mirë mbrëma dhe të falenderit shumë që je direkt me neve. Mirë mbrëma dhe i përshëndes gjithë qytetarët që po na ndjekin edhe juve ato. Edhe ne të përshëndesim kështu direkt nga studio e Politikos. Kjo sikur jemi futur në javën e fundit, po e quaj javën vendimtare të fushatës parazgjedhore, por subjektet politike nuk jam shumë i sigurt nëse i kanë desë gjithë motorët. Sot sikur vetëvendosja kishte më shumë organizim, pjesa tjetër me organizime më të vogla. Si është situata në taborin tuaj, zoti Lushtaku? Realisht ne i pom që në këtë zgjedhje Partia Demokratike e Kosovës doli partia ma e fuqishme me besimin e qytetarëve, diku në rreth 187.000 vota për Partinë Demokratike e Kosovës në nivel vendit në gjitha listat që kemi pas të Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe mu më vjen mirë që qytetarët i kanë besu programit, por edhe përfaqësuesve të lagjeve, të qyteteve të tyre dhe kanë pa që janë përfaqësues më të mirë dhe më të denjtë për t'i përfaqësuar ata në kuvendet komunale. Gjithashtu ne kuptojmë se tash në rundin e dytë dhe pse Partia Demokratike e Kosovës është protagoniste kryesore në këtë rund, edhe në aspektin ku jemi në garën e balotazh, edhe në aspektin ku ne jemi përcaktues se kush do të fitoj zgjedhjet, jemi të bë përgatitjet e nevojshme dhe sigurisht nuk lajmë asnjë qytetar pa diskutu, pa marrë mendimin e tyre dhe sigurisht pa kërku mbështetjen për t'i përfaqësuar ata në komunat. A besoni që PDK do del më së miri në këto zgjedhje lokale, zoti Lushtaku, marr parasysh që herën e kaluar, nëse i referohemi edhe Dragashit, kam përshtypjen që PDK-ja ka qenë subjekti politik që ka udhëhequr me më shumë të komuna në 9 ka pasur. A besoni që edhe kësaj radhe PDK mund del kësaj në rrafshin horizontal, apo mendoni që vetëvendosja mund t'ju afrohet? Personalisht besoj që Partia Demokratike e Kosovës edhe këtë herë do të dalë triumfuese në balotazh, në shumicën e komunave, sidomos ato që kemi pasur në udhëheqje, por me synim që të kthejmë edhe Klinën dhe Dragashin. Është më e vështirë, sigurisht në ato komuna ku nuk kemi qenë në pushtet, sepse ka ndodhur një ndryshim i madh edhe strukturor, por besoj që me bashkëbisedimin e qytetarëve dhe të partive të tjera, sepse funditës ne dimë shumë mirë që mbi 80% e qytetarëve në aspektin strukturor nuk janë të antarësuar në parti politike, por dhajnë besimin e tyre edhe ndaj individit apo edhe ndaj partisë, ku në disa raste ku nuk ka hyrë partia e tyre në pushtet apo në balotazh këtë rast, sigurisht që ka mundësinë dhe m'ia dhënë Partisë Demokratike të Kosovës në këtë garë. Unë besoj që bazë takimeve që jemi duke i rritur dita ditës, Partia Demokratike e Kosovës do të dalë triumfues në Prizren, në Mitrovicë, do të dalë triumfues në Vushtre, por edhe në komunat e tjera siç është edhe Klina edhe Dragashi, besoj që do të dalim mirë, por sigurisht që është më sfiduese kjo garë, sepse ka një diferencë pak më të madhe, por ne kemi pa që balotazhi mund të surprizojë shumë kanë. Besoj që nëse i bojnë komunikimin e duhur me qytetarët dhe i tregojnë përgjithësi një përgjegjësi të madhe ndaj programet që ata zotojnë, sigurisht që kanë mundësi edhe me fitu edhe besimin e tyre dhe votën e tyre. Zoti Lushtaku, si do të veproni në Prishtinë, marr parasysh që vota e PDK-s është përcaktuese, nëse i referohemi pozicionimit eventual. Tani nuk e dim se sa mund shkojnë tamam, sa mund të komandohet një votë që është e madhe, megjithatë e zotit Uran Ismaili, por edhe nëse nuk është tërësisht e plot, gjithsesi e bën dallimin edhe kësaj radhe. A jeni përcaktuar të mbështesni kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës përballë Ramën, apo ende nuk ka një vendim të tillë?
So, kam unë informuar deri tash nuk kanë një vendim ende.